të tha, nuk e di nëse e ke bërë ti ose jo, për ma parashtroj pyetjen sa e ke trajtuar ose jo e ke ftuar ata njerëz. E di që se ke trajtuar, po të provokova. Po desha t'ju pyes me që ti e din që unë jam i hapur edhe e di që edhe ju jeni të hapur edhe unë e gëzoj respektin shumë të madh se kemi mundësi që ta diskutojmë me njëri tjetrin. Kjo lëvizja e Deçanit ka qenë një lloj provokimi në përgjithësi që ka prodhuar një ekstrem tjetër apo ky ekstremi i parë ka prodhuar këtë dytën që ky dyti s'është hiç më i mirë sa i pari. Pra ju dyjat ishin ekstreme? Për mu isha dyjat ekstreme edhe kjo edhe për mu... A keni komunikuar me ata zotrinët që kanë... Kam pas do debatën në studio ja 2-3... Pra ju keni marrë pjesë në ato debate? Si ka ngaluar ato debate? Më shqetësim farë shqiptarije, tani s'më zhem javëruat shqiptarina dhe se i njëfsha, edhe se di edhe shteti ka bu diçka. Ka nis procedur, ka nis procedur. Ka nis procedur, por në fsakatum. Na po përqami me zveti. E drejtë e njeriut me besu çka don. Por nuk është e drejtë e njeriut me i fy besimin tjetrit. Ose me ja mohu. Ose me ja hu besimin e tjetrit. Unë bindu jam mohuar që 42 vite. Është e drejtë e njeriut konvertuar si përqendje muslimane të botë katolike. Pra mi më koni familje katolike, kom hongër dorë, kom pi pashket. Parë më shku, kom najtë, kom hongër, kom pi. S'po du me përmenem. Ka pasoja për shqiptarve, tani se të shqiptar patriota për sëllmun, pëse për jaroni në Osmanit. Mu më thëllë kërë jaroni filonit katolik. Bilim në njerë policia në Gjakov, në rast, edhe po të më dënu se isha pak shpet një polic. Për thëtë këtë të api një kësho. Tha kuj hoxha e filan katolik, ta ti me emën atë katolikin. Ta që qysha dhe hoxha dhe